Horoskopi ditor, e enjte, 6 nëntor 2025. Dashi. 6 nëntori 2025 sill një shpërthim energjie për dashin, ndërsa Marsi pozicionohet në mënyrë të favorshme, duke inkurajuar vendime të guximshme në karrierë dhe jetën personale. Kjo është një ditë ideale për të marrë me projekte që kërkojnë iniciativë dhe leadership, që ka të ngjarë të rezultojnë në njohje ose avancim. Dinamika emocionale është në fokus, me potencial për lidhje më të thella nëse hapeni ndaj cenueshmërisë. Financiarisht, një qasje e kujdesshme mund të sigurojë fitime, ndoshta nga burime të papritura. Balanconi entuziazmin tuaj me durimin. Impulsiviteti mund të kthehet kundër. Sa i përket shëndetit, nivelet e energjisë janë të larta, por keni kujdes nga dëmtimet e vogla të shkaktuara nga nxitimi. Në aspektin shoqëror, një mik mund të ketë nevojë për mbështetjen tuaj, duke shfrytëzuar empatinë tuaj natyrore. Kreativiteti rrjedh ndërsa hëna ndikon në sektorin tuaj imagjinativ, perfekt për përpjekjet artistike. Reflektoni mbi arritjet e fundit dhe vendosni qëllime të reja. Shtysa juaj është e pakrahasueshme. Beqarët mund të gjejnë një shkëndijë në vendet rutinë. Në përgjithësi, është një ditë fuqizuese ku natyra juaj e zjarrt gjen rrugdalje të frytshme, duke rritur praninë dhe ndikimin tuaj. Demi. Demi do ta gjejë 6 nëntorin 2025, një ditë ku durimi dhe këmbëngulja shpërblehen, pasi ndryshimet planetare favorizojnë progres të qëndrueshëm. Peizazhet profesionale janë pjellore për rritje. Megjithatë, peshoni plotësisht opsionet para se të merrni angazhime. Ndërtimi i themeleve të forta në biznes do të sjellë prosperitet në të ardhmen. Në jetën personale, stabiliteti bëhet një spirancë mes fluksit të mundshëm emocional. Marrëdhëniet mund të kërkojnë vëmendje. Dialogu i sinqert mund të hap rrugën për një kuptim dhe harmoni më të thellë. Financiarisht, investime strategjike premtojnë përfitime afatgjata, megjithse shmangni rreziqe spekulative. Shëndeti sheh përmirësim ndërsa jepni përparësi mirëqenies. Merrni në konsiderat futjen e një rutine të re mirëqenieje për vitalitet të qëndrueshëm. Në aspektin shoqëror, rilidhja me miqt ose rrjetet e vjetra mund të ofrojnë mbështetje dhe nostalgji. Ndjekjet krijuese janë të bekuara me qartësi, duke e bërë atë një ditë të përsosur për planifikim dhe ekzekutim artistik. Ndërsa mund të ndodhin ndryshime, qëndroni të vendosur në vlerat tuaja dhe besoni stabilitetit që keni kultivuar. Kërkoni përvoja që përputhen me veten tuaj autentike. Ekuilibri është qelësi. Binjakët. Për binjakët, 6 nëntori 2025 sjell komunikim të përmirësuar, pasi ndikimi i Mërkurit mpres gjuarsinë dhe përshtatshmërinë tuaj. Përdoreni këtë për të lundruar në dialogje dhe negociata profesionale, duke lehtësuar ide të reja dhe sipërmarrje bashkëpunuese. Ndjekjet intelektuale çojnë në zbulime emocionuese. Përqafoni mundësitë të mësuarit që lindin papritur. Në marrëdhënie, ndershmëria është aleati juaj. Komunikimi transparent forcon lidhjet dhe zgjidh keqkuptimet shpejt. Planifikimi financiar është i favorizuar. Rivlerësoni strategjitë e buxhetit për të optimizuar burimet. Emocionalisht, përqafoni dualitetet pa u angazhuar shumë në një perspektivë. Kjo qasje e ekuilibruar nxit harmoninë. Nga ana shëndetësore, ruani qartësinë mendore dhe parandaloni lodhjen duke planifikuar kohë pushimi. Angazhimet shoqërore ofrojnë të qeshura dhe zemërlehtësi. Lejoni që spontaniteti të udhëheqë ndër veprimet. Kreativiteti arrin kulmin me energjinë hënore, duke frymëzuar zgjidhje inovative në sferat personale dhe profesionale. Reflektoni mbi aspiratat dhe vendosni qëllime për arritjet e ardhshme. Romanca mund të shpaloset në internet ose përmes lidhjeve intelektuale. Përqafoni fleksibilitetin dhe lejoni që kurioziteti juaj të udhëheqë rrugën për përvoja të dobishme. Gaforria. Më 6 nëntor 2025, ndjen ndikimin ushqyes të hënës, duke rritur intuitën dhe thellësinë emocionale. Besojini instinkteve tuaja në vendimarrje, veçanërisht në sferat personale dhe profesionale. Udhëzimi juaj i brendshëm është i fortë dhe i besueshëm. Shtëpia dhe familja kanë përparësi. Kalimi i kohës cilësore krijon lidhje të çmuara. Dinamika e punës përfiton nga qasja juaj empatike, duke nxitur një mjedis bashkëpunues. Financiarisht, mbroni asetet. Monitorimi i kujdesshëm siguron stabilitet mes ndryshimeve të baticës. Përqafoni ndryshimet dhe transformimet, veçanërisht në rritjen personale. Vetëdia hap dyert për njohuri të thella. Shëndeti përforcohet nga një fokus në mirëqenien emocionale. Merrni në konsiderat praktikat e vetëdijes për të ruajtur ekuilibrin.
Kreativiteti lulëzon në mjedise ngushëlluese dhe familjare. Kanalizoni këtë energji në projekte shtëpiake ose hobi artistike. Rrethet shoqërore ofrojnë mbështetje emocionale. Një bisedë kuptimplot e rimbush shpirtin tuaj. Energjitë romantike rriten, shkëmbimet intime thellojnë dashurinë me partnerët. Në përgjithësi, lejoni që dashuria dhe intuita të udhëheqin udhëtimin tuaj gjatë kësaj dite harmonike, duke siguruar përmbushje dhe gëzim. Luani. 6 nëntor 2025 është një ditë për të përqafuar leadershipin dhe shprehjen, ndërsa dielli fuqizon përpjekjet tuaja me ngrohtësi dhe karizëm. Mundësitë profesionale përputhen me ambiciet tuaja. Pohoni vete me besim për t'i kapur ato. Kreativiteti rrjedh pa probleme, veçanërisht në projektet artistike dhe sipërmarrëse, ku inovacioni mund t'ju dallojë. Marrëdhëniet lulëzojnë me ngrohtësi të vërtetë. Shprehni dashuri hapur, duke ushqyer lidhje më të thella. Financiarisht, shpirti juaj bujar përfiton nga buxhetimi i kujdesshëm. Shmangni kënaqësinë e tepërt për të rritur stabilitetin. Shëndeti përmirësohet ndërsa integroni ushtrimet e rregullta dhe relaksimin në rutinën tuaj, duke rritur vitalitetin. Shoqërisht, prania juaj magnetike është e pamohueshme. Tubimet dhe ngjarjet publike përforcojnë ndikimin tuaj. Përqafoni ndryshimin pa frikë. Përshtatuni me situatat në zhvillim me hir dhe qëndrueshmëri. Ndjekjet artistike ofrojnë kënaqësi, shfaqni talentet me krenari. Romanca lulëzon në takime spontane. Lejoni që përzemërsia të udhëheqë ndër veprimet. Në përgjithësi, shkëlqeni sot, duke lejuar që drita juaj natyrale të ndriçojë horizonte të reja dhe të frymëzojë ata përreth jush me entuziazëm dhe optimizëm. Virgjëresha. Më 6 nëntor 2025. Fokusi i orientuar drejt detajeve siguron suksesin tuaj në karrierë dhe në ndjekjet personale, ndërsa Merkuri frymëzon qartësi dhe precizion. Organizoni projekte me qasje metodike. Kolegët vlerësojnë përpikërinë dhe besueshmërinë tuaj, duke quar në bashkëpunim të shtuar. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi juaj pragmatik. Adresoni shqetësimet me ndershmëri dhe diplomaci, duke nxitur mirëkuptimin. Stabiliteti financiar ruhet përmes planifikimit të përpikt. Merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve për të përputhur me qëllimet e ardhshme. Rutinat shëndetësore janë efektive. Përfshini praktika holistike për të ruajtur ekuilibrin. Aktivitetet e themelimit mbështesin mirëqenien emocionale. Meditimi ose shëtitjet në natyrë ofrojnë qetësi. Përpjekjet krijuese shkëlqejnë në vëmendjen analitike. Përsosni zanatin tuaj me përkushtim. Ndërveprimet shoqërore rrjedhin pa probleme në mjedise intime, duke theksuar cilësinë mbi sasinë. Gjestet romantike vlerësohen. Aktet e vogla të mirësisë jehojnë thellë. Përqafoni durimin në situatat në zhvillim. Rritja transformuese shpaloset natyrshëm. Sot, qasja juaj e palëkundur korr shpërblime, duke rritur si vetbesimin ashtu edhe besimin që të tjerët kanë në aftësitë tuaja. Peshorja. 6 nëntori 2025 sjell energji harmonike për peshoren, pasi Venusi ndikon në ekuilibrin në marrëdhënie dhe përpjekje personale. Kërkoni ekuilibrin midis përgjegjësive dhe kohës së lirë. Kjo përzierje ushen kreativitetin dhe mirëqenien. Bashkëpunimet profesionale përfitojnë nga sharmi diplomatik. Aftësia juaj për të ndërmjetësuar mosmarrveshjet dhe për të nxitur punën në grup vlerësohet shumë. Financiarisht, harmonia lind nga investimet strategjike. Eksploroni opsionet me potencial afatgjat. Emocionet qetësohen ndërsa jepni përparësi kujdesit për veten dhe vetëdijes, duke siguruar qartësi mendore. Ndjekjet artistike frymëzohen nga bukuria. Kënaquni me aktivitete që kënaqin shisat, duke ushqyer shpirtin tuaj krijues. Shoqërisht, sharmi juaj tërheq lidhje kuptimplote. Shijoni shoqërinë që pasuron jetën tuaj. Në dashuri, komunikimi i hapur thellon intimitetin. Ndani ëndra dhe aspiratat tuaja me partnerin tuaj për mbështetje të ndërsjellë. Përqafoni ndryshimin me hir, duke gjetur ekuilibër në tranzicione. Besoni në aftësinë tuaj për të krijuar harmoni brenda kaosit dhe lejoni që momentet e rastësishme t'ju udhëheqin drejt mundësive dhe përvojave të përmbushura sot. Akrepi. 6 nëntor 2025 paraqet ndikime transformuese ndërsa Plutoni thellon natyrën tuaj hetuese, duke ftuar vetanalistë të thellë. Sferat profesionale kërkojnë manovrim strategjik. Besoni instinkteve tuaja për të lundruar në kompleksitete dhe për të zbuluar mundësi për avancim. Marrëdhëniet personale kërkojnë transparencë. Heqja dorë nga pakënaqësitë e vjetra hap rrugën për besim dhe mirëkuptim të ri për të rirë.
Financiarisht, përqendrohuni në investime të zgjuara në vend të sipërmarrjeve spekulative, duke siguruar siguri afatgjat. Përfitimet shëndetësore nga praktikat holistike. Eksploroni meditimin ose jogën për të balancuar energjinë fizike dhe emocionale. Kreativiteti buron nga transformimi i brendshëm. Kanalizoni këtë në projekte që rezonojnë me pasionet tuaja kryesore. Mjediset shoqërore zbulojnë dinamika të fshehura. Natyra juaj perceptuese zbulon të vërteta që kanë nevojë për vëmendje. Takimet romantike lulëzojnë në sinqeritet dhe cenueshmëri. Thelloni lidhjet me shkëmbime të vërteta. Përqafoni ndryshimet e paralajmëruara nga energjitë e sotme, duke lejuar rritjen përmes çlirimit dhe duke gjetur fuqizim në transformim. Besojini procesit të shpalosjes pa shqetësim, ndërsa shtigjet e ripërtërira ndriçojnë udhëtimin tuaj me qartësi dhe qëllim. Shigjetari. Më 6 nëntor 2025, shigjetari gjen mundësi të gjera ndërsa Jupiteri inkurajon eksplorimin dhe vizionin. Shtigjet e karrierës hapen me mundësi interesante. Merrni rreziqe të llogaritura që përputhen me aspiratat tuaja afatgjata. Përpjekjet bashkëpunuese favorizohen. Ndani ide hapur për të frymëzuar inovacionin dhe progresin. Në jetën personale, diskutimet filozofike pasurojnë marrëdhëniet, duke nxitur lidhje më të thella dhe rritje të ndërsjellë. Perspektivat financiare përmirësohen përmes strategjive me mendje të gjerë. Merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve për përfitime të ardhshme. Shëndeti dhe vitaliteti rriten ndërsa aktivitetet aventureske fuqizojnë shpirtin tuaj. Ruani ekuilibrin me pushim dhe relaksim. Frymëzimi krijues është i bollshëm. Shprehuni me guxim përmes artit ose shkrimit. Ndërveprimet shoqërore sjellin gëzim dhe shoqëri. Angazhohuni në ngjarje kulturore ose intelektuale që zgjerojnë perspektiva. Romanca lulëzon në aventura spontane. Ringjallni pasioni me udhëtime ose përvoja të përbashkëta. Përqafoni potencialin e pakufishëm të ditës, duke përqafuar ndryshimin dhe rritjen me optimizëm. Besoni në rrugën që po shpaloset, duke lejuar që frymëzimi nga burime të ndryshme t'ju udhëheqë drejt rezultateve të përmbushura. Britsjapi. 6 nëntor 2025, thekson vlerën e disiplinës dhe përgjegjësisë, ndërsa Saturni forcon vendosmërinë tuaj. Përpjekjet profesionale kërkojnë planifikim të strukturuar. Këmbëngulja dhe fokusi janë çelësat e suksesit. Vendosni qëllime afatgjata, duke hapur rrugën për arritjet e ardhshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga angazhimi dhe sinqeriteti juaj. Forconi lidhjet përmes besueshmërisë dhe mbështetjes së ndërsjellë. Strategjitë financiare duhet i japin përparësi kursimeve dhe shpenzimeve të kujdesshme. Të sigurojnë sigurinë përmes buxhetimit të kujdesshëm. Shëndeti kërkon vëmendje. Përfshin rutina që mbështesin qëndrueshmërinë fizike dhe mbretësinë mendore. Kreativiteti lulëzon përmes praktikës së disiplinuar. Përsosni aftësitë tuaja me zell. Rrjetet sociale ofrojnë stabilitet dhe inkurajim. Angazhohuni me mentor që ofrojnë udhëzime. Lidhjet romantike thellohen përmes vlerave të përbashkëta dhe planifikimit të ardhshëm. Përqafoni stabilitetin duke gjetur forcë në qëndrueshmëri. Reflektoni mbi arritjet e kaluara dhe vendosni synime drejt objektivave ambicioze. Energjitë e sotme favorizojnë përparimin e qëndrueshëm dhe përmbushjen përmes përkushtimit, duke siguruar që këmbëngulja dhe largpamësia strategjike të japin rezultate të prekshme dhe të dobishme. Ujori. Më 6 nëntor 2025. Energjitë inovative janë aleati juaj, ndërsa ndikimi i Uranit nxit shpikjen dhe të menduarit progresiv. Mjediset profesionale përfitojnë nga qasjet tuaja jo konvencionale. Përqafoni inovacionin për të çuar përpara projektet. Bashkëpunimi me kolegë që mendojnë përpara nxit sinergji dinamike, duke katalizuar ide të reja. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me komunikim të hapur. Sfidoni normat për të thelluar lidhjet. Financiarisht, eksploroni rrugë jo konvencionale për rritje dhe investime. Mirëqenia emocionale lulëzon në mjedise të larmishme dhe stimuluese. Kërkoni komunitete që ju frymëzojnë dhe ju sfidojnë. Kreativiteti shpërthen me integrimin teknologjik. Eksperimentoni me platforma digjitale për shprehje artistike. Përpjekjet shoqërore ndriçojnë aleancat e mundshme. Rrjedhëzimi prezanton bashkëpunime emocionuese. Përvojat romantike pasurohen nga vizioni i përbashkët dhe përpjekjet krijuese. Përqafoni të panjohurën me kuriozitet dhe guxim, duke mirëpritur ndryshimet që përputhen me idealet tuaja. Sot, lejoni që perspektiva juaj unike të udhëheqë eksplorimin,
duke siguruar që kontributet tuaja të jenë jo vetëm domethënëse, por edhe transformuese në riformësimin e të ardhmes personale dhe kolektive. Peshqit, 6 nëntor 2025. Rrit dhuratat tuaja intuitive ndërsa Neptuni thellon njohuritë emocionale dhe shpirtërore. Sektorët profesional përfitojnë nga leadershipi juaj empatik. Frymëzoni punën në grup me mirësi dhe vizion. Besojini instinkteve tuaja në vendimarrje. Udhëzimi i brendshëm është jashtëzakonisht i besueshëm. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes hapjes emocionale dhe dëmshurisë, duke zgjidhur keqkuptimet në mënyrë të bukur. Financiarisht harmonizoni zakonet e shpenzimeve me vlerat, duke siguruar stabilitet përmes investimeve të vetëdijshme. Shëndeti përmirësohet me kujdesin holistik për veten. Prioritizoni aktivitete që ushqejnë si trupin ashtu edhe shpirtin. Kreativiteti rritet. Kanalizoni thellësinë emocionale në projekte artistike për përvoja të dobishme. Mjediset shoqërore janë mbështetëse, duke ofruar ngushëllim dhe shoqëri. Zhytuni në praktikat shpirtërore që i bëjnë thirrje kërkimit tuaj për kuptim dhe lidhje. Energjitë romantike bashkohen me fantazinë. Shprehni dashuri përmes kanaleve artistike. Përqafoni aurën mistike të sotme, duke lejuar ëndra të udhëheqin shtigje drejt realiteteve të reja. Mirëpritni ndryshimin me rrjedhshmëri, duke besuar se imagjinata dhe empatia juaj zbulojnë shtigje drejt përmbushjes dhe harmonisë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.